Transvestiti nga Austria Conchita Wurst është shpallur fituesi i festivalit të 59 të Eurovisionit, i cili u mbajt në kryeqytetin e Danimarkës në Kopenhagen. Wurst fitoi me këngën Like a Phoenix, duke mbledhur 290 pikë. Holanda u klasifikua në vend të dytë me 238 pikë, ndërsa Suedia në vend të tretë me 218 pikë. Kjo është hera e parë që Austria klasifikohet në vend të parë që prej vitit 1966 dhe është hera e dytë që futet në finale gjatë 10 viteve të fundit, pasi ose nuk ka marrë pjesë në Eurovision ose nuk është kualifikuar. Kjo natë i dedikohet të gjithë atyre që besojnë në një të ardhme mes paqes dhe lirisë, është shprehur Wurst pasi ka marrë trofeun. Ndroi një botë kur nuk duhet të flasim për gjëra të panevojshme si për shembull seksualiteti apo se kë dashurojmë. Sot ndjeva që Europa tregoi se ne jemi një komunitet që respektohemi, tha Wurst pas festivalit. Ndërkaq, natën e parë të Eurovisionit konkuroi edhe Shqipëria, e cila përfaqësohej nga këngëtarja Hersi Matmuja, por nuk mundi të klasifikohet në finale.